Njëri e lexon votën me zë të lartë, tjetri e regjistron në sistem. Është kjo rutina e punës në qendrën e numërimeve dhe rezultateve në Prishtinë, që nga 13 janari. Në këtë formë vazhdoi rinumërimi i votave të 28 dhjetorit edhe të dielën. Edhe në ditën e 12, çdo flet votim po kontrollohet me kujdes. Kjo në mënyrë që të evitohet manipulimet e ngjashme me numërimin e parë. Po vazhdon procesi i rinumërimit të votave këtu në qendrën e numërimeve dhe rezultateve. Deri më tani janë rinumëruar mbi 60% e tyre. E në orët e pasditës, ky proces përfundoi në 23 komuna të tjera. Për TVN, zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezaj tha se rinumërimi po vazhdon edhe në 15 komuna, ndërsa bëri të ditur se kur pritet të përfundojë i gjithë procesi. Ky proces është duke vazhduar sipas planifikimeve dhe mund të them se KQZ është duke u përpjekur maksimalisht që gjatë javës ardhshme të arrijë të përmbyllë rinumërimin e të gjitha vendvotimeve. Natyrisht se procesi i rinumërimit i heq dilemat sa i përket rezultateve dhe kjo mund të zvogëlojë edhe nevojën për ankesa, por megjithatë KQZ duhet të presë për paraqitjen dhe shqyrtimin e tyre para se të procedoj me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe njëkohësisht me përmbylljen e të gjithë procesit zgjedhor. Ndërkaq të shtunën, gjykata themelore në Prizren ka mbajtur 4 seanca dëgjimore lidhur me kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 23 personave të dyshuar për manipulim të votave në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Ndaj 23 të pandekurve është caktuar masë e paraburgimit në kozgjatje për 1 muaji.